Ekziston një lloj veçantë rreziku në diplomacinë e lindjes së mesme, kundër cilit asnjë memorandum mirëkuptimi nuk mund të ofrojë siguri të plot. Një udhëheqës që nuk ka më asgjë për të humbur dhe një ushtri që mbetet ende nën komandën e tij. Ky është Benjamin Netanyahu sot, vlerëson gazetari Jassim Malazawi. Washingtoni dhe Teherani kanë nënshkruar një kornizë të krijuar për t'i dhënë fund armiqësive aktive që kanë ngllëbëruar rajonin që nga Marsi. Izraeli nuk ishte palë në të. Dhe Netanyahu e ka bërë krejtësisht të qartë se nuk e konsideron veten të lidhur nga kushtet e saj. Brenda pak ditësh nga hyra në fuqi e kësaj kornize, Netanyahu mori pjesë në një ceremoni në veri të Izraelit dhe deklaroi se nuk do të tërhiqen nga Libani Jugor, duke u fshehur pas arsyetimeve të sigurisë. Ministri i tij i mbrojtjes, Israel Katz, shkoi edhe më tej, duke u zotuar se forcat mbrojtëse të Izraelit do të qëndronin në Liban, Siri dhe Gaza pa asnjë afat kohor. Ministri i jashtëm i Iranit ka bërë thirrje për një ndalje të plot veprimeve ushtarake izraelite në Liban dhe ka vendosur përgjegjësinë për zbatimin e kësaj kornize drejt për drejt mbi Washingtonin. Hezbollahu ka vazhduar të përleshet me forcat izraelite përgjatë kufirit. Marrëveshja për negocimin e së cilës u deshën muaj të tërë, në praktik po testohet tashmë nga i vetmi aktor rajonal, që ajo nuk arriti kurrë të detyronte. Ajo që e bën këtë moment të ndryshëm nga sfidat e mëparshme të Netanyahut është toni që po vjen tani nga vetë shtëpia e bardhë. Presidenti Trump, i cili dikur e trajtonte Netanyahun si një aleat të pakushtëzuar, thuhet se e ka përshkruar atë në privatësi si të çmendur dhe ka sugjeruar publikisht se sulmet izraelite në Liban kanë shkuar shumë larg. Zëvendës presidenti J.D. Vance ka qenë edhe më i prerë, duke qortuar anëtarët e vet kabinetit Netanyahut sepse e trajtojnë Trumpin si të zëvendësueshëm dhe duke kujtuar atyre publikisht se rreth 2/3 e armëve mbrojtëse të furnizuara për Izraelin janë ndërtuar dhe paguar nga dollarët e taksapaguesve amerikan. Siç paralajmëroi teoricienti politik Hans Morgenthau, shumë kohë përpara këtij konflikti, në logjikën e real politikës, toleranca e një patroni nuk është kurrë e pakushtëzuar. Ajo kalibrohet sipas interesit dhe interesi tani po ndryshon dukshëm në Washington. Papërkullshmëria e Netanyahut jashtë vendit është e pandashme nga cenueshmëria e tij brenda vendit. Ai nuk i ka arritur qëllimet maksimaliste që i vendosi vetes për të luftë, as ndryshimi i regjimit në Teheran dhe as çmontimi i infrastrukturës bërthamore të Iranit nuk u realizuan. Madje edhe pasi i tërhoqi Shtetet e Bashkuara në një ballafaqim me Iranin. Ajo që pasoi ishte një rritje e çmimeve globale të energjisë, një goditje inflacioni dhe lloj i alarmit ndërkombëtar që shoqëron çdo luftë që përfshin fqinjet e një shteti me armë bërthamore, shkruan Alazawi. Ky është paradoksi në zemër të marrëdhënies Shoba-Izrael. Washingtoni siguron armët, financimin dhe mbulimin diplomatik. Megjithatë, ende nuk mund t'i diktoj kushte kryeministrit që varet nga të trija këto. Studiuesit realist si John Mearsheimer kanë argumentuar prej kohësh, më së shumti në analizën e tij dhe të Stephen Walt mbi lobin Izraelit, se struktura e politikës së brendshme të Shobas u jep udhëheqësve izraelit një shkallë lirie që asnjë klient tjetër amerikan nuk e gëzon, madje edhe kur interesat amerikane ndryshojnë nga ato izraelite. Qëndrueshmëria e Netanyahut nuk është misterioze, ajo është strukturore. Ai ruan mbështetjen e klasës së donatorëve republikan, përfshirë mega donatoren Miriam Adelson, një blok skiftellash pro-izraelit në Senat dhe një ekosistem miqësor të komenteve të krahut të djathtë që e kornizojnë çdo presion amerikan mbi Izraelin si tradhti. Dhe Trump i ka thënë se ka shumë të ngjarë të mbështesë Netanyahun në zgjedhjet e vjeshtës, edhe pse po e kritikon atë. Kjo kontradikt është pikërisht leva e presionit Netanyahut. Ai mund të qortohet, por nuk mund të braktiset. Ky është mekanizmi përmes të cilit Netanyahu mund ta zhbëjë kornizën e Iranit pa e refuzuar kurrë zyrtarisht atë. Operacionet e vazhdueshme izraelite në Libanin Jugor, sulme që kanë vrarë tashmë mijëra njerëz dhe të cilave Hezbollahu po bën rezistencë aktive, rrezikojnë të tërheqin Iranin përsëri në konfliktin nga i cili sapo pranoi të dalë. Negociatorët e Teheranit kanë bërë të qartë se e shohin tërheqjen nga Libani si thelbësore për frymën e marrëveshjes, edhe nëse kjo nuk është eksplicite në tekstin e saj.